Karbelaja, bosht uniteti mes muslimanëve. Karbelaja nuk është vetëm një ngjarje historike apo vetëm dhimbje për një grup të caktuar muslimanësh. Ajo është një simbol i përbashkët për të gjithë ata që besojnë te drejtësia, dinjiteti e vërteta. Karbelaja është qëndrim kundër padrejtësisë. Karbelaja është bosht uniteti mes muslimanëve, sepse personazhi kryesor i kësaj ngjarjeje është nipi i profetit Muhammed, Imam Huseini, paqja qoftë mbi ta. Ka shumë hadithe të ardhura nga profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, që flasin për virtytet dhe pozitën e lartë të Imam Huseinit. Siç është hadithi, Huseini është për meje dhe unë jam për Huseinit. Allahu e do atë që e do Huseinin. Hadithin e transmeton Muhammed ibn Isa at-Tirmidhi. Në këtë hadith, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk tha vetëm se Huseini është për meje, sepse kjo është e qartë nga lidhja e gjatë, se ai pra Huseini është nipi i tij. Por profeti shtoi e tha, dhe unë jam për Huseinin, duke treguar se mesazhi i tij do të ruhej dhe do të mbrohej përmes qëndrimit dhe sakrificës së Imam Huseinit. Prandaj, kush e do profetin, e do edhe Huseinin. Kush e respekton Huseinin, respekton edhe të dërguarin e Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Imam Huseini në Karbela nuk u ngrit për interes personal, fisnor apo politik. Ai u ngrit për të mbrojtur këto parime. I pari, të mos pranohet shtypja. I dyti, të mos heshtet para devijimit, dhe i treti, të ruhet feja dhe morali. Prandaj, mesazhi i Karbelas mund t'i bashkojë njerëzit rreth vlerave të larta, edhe nëse kanë dallime në mendime, medhhebe, komsi apo kultura. Karbelaja është bosht uniteti mes muslimanëve, sepse ajo është thirrje për drejtësi, qëndres, moral, sakrificë, solidaritet dhe mbrojtje të së vërtetës. Karbelaja na bashkon kur nuk e shohim vetëm si kujtim të së kaluarës, por si mësim për të sotme. Të jemi bashk kundër padrejtësisë dhe të përkrahim të mirën dhe ta përhapim atë. Paqja qoftë mbi Imam Huseinit.